Çfarë i kam bërë unë Valbonës? Çfarë i kam bërë? Kam bërë do një humor? Okej. Valbona është akuzuar nga shtëpia, nda mendjen çdo bësh. Në rregull? Jo, dhe ti ke gabuar. Ku? Me Olën. Me Olën? S'flisnim atëherë, më çfarë thua ti? E, po prapë. Çike këto që thua ti, më një muaj pa folur më? Ej, çike këto që thua më? Një muaj pa folur, ty të erdhi Jozi këtu 3 javë edhe thosh dhe vazhdo rrugën tënde. Më beti tim me Jozin, janë disa detaje që ti nuk di. Po mirë shënë si ka se nuk i di. Vetëm unë i di. Po tani jo, po s'mund të bëjmë dialog shumë, vetëm ti i di. Vetëm unë i di, tash si pas Çfarë gabova me Olën që i ktheva një kortezi Olës, ti më pe duke ndëj me Olën unë në shtëpi duke flirtuar, jo fare. Do më thonë, me Olën u bë darka dhe mbaroj. Kaq ishte me Olën. Pastaj Valbona rinte me Olën tërë ditën. Nuk i shprehu dojnë pa kënaqësi Olës. Ajo më çuditi mua. Si? Ajo më çuditi mua. E pra, pikërisht. Këtë po të them. Edhe prandaj unë E mo Lori, bravo të qoftë, ja ku e the. Nuk kam, po këtë po të them. Ka dhe Valbona shumë gabime. Jo, më jo, Valbonës unë i kanë falur gjithçka. Unë edhe Olës, kur e çuat të dera, në të ka që një përqafiu shmifto. Dhe kur u kthye Xhibani, si vajza vajzës, po prapë, dhe kur u kthye Xhibani, nuk them, seriozisht më bërja jo mua, po mo, nuk është gjë për të falur. Po, dhe kur u kthye Xhibani, po ndoshta